Sektori për punë të brendshme në Tetov apelon deri tek grupet e tifozëve të ekipeve tetovare Shkëndia dhe Tetex që të sillen në mënyrë korrekte para se gjithashtu gjatë zhvillimit të ndeshjes dhe pas përfundimit të së njëjtës në kuadër të finales së Kupës së Maqedonisë, që zhvillohet më 22 maj në stadiumin Filipi II në Shkup. Tifozëve të dy ekipeve u apelohet që në mënyrë korrekte të anojnë për ekipet e tyre pa ofendime dhe provokime. Gjithashtu apelohet që të përmbahen nga incidentet dhe dhuna në stadium, nga se çdo prishje më serioze e rendit dhe qetësisë publike në lidhje me këtë ndeshje do të sanksionohet në mënyrë rigoroze me padi adekuate, me vrejtje se për këtë lloj të incidenteve varësisht nga pasojat parashihen edhe dënime me burg deri në 5 vjet. Sektori për punë të brendshme në Tetov apelon që tifozët të përmbahen nga shënimi i grafiteve me përmbajtje provokative në vende publike në Tetov, sepse është në kundërshtim me ligjin për pastërti publike dhe varësisht nga përmbajtja e grafitit ose porosisë mund të trajtohet edhe si padi penale. Sektori për punë të brendshme i Tetovës pret që tifozët e Shkëndijës dhe Tetexit në mënyrë korrekte të pranojnë këto apele dhe tërësisht ju përmbahen pavarësisht se ekipi i tyre ka humbur apo ka fituar ndeshjen, thuhet në apelin e lëshuar nga policia e Tetovës.